Është hadithi i Rabia ibn Ka'b al-Aslami. Ky u kon një prej shërbëtorëve të pejgamberit alayhis salam, khadimu Rasulillah, edhe u kon prej banorëve të Sufës. Tani e vi e spjegoj një sqarim të shkurt kush janë banorët e Sufës. Thot Rabia, thot një natë bujta flajtat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe kur erdhi koha dhe ai shprehi dëshirën me marrë avdes, i shërbeva, i bëra hizmet për me marrë avdes. Fillimisht kërkoi ndjes, pejgamberi tha dul e kryti nevojën fiziologjike, u përkujdesa me siguru ujin për ta, e pastaj edhe për avdesin e tij. Masi i bona hizmet, u kujdes me apru ujin, më tha pejgamberi, po thot Rabia, më tha pejgamberi, selni, kërko tha për me, urna, çka po dan? Lyp, më shërbeve, tash pason dhurata, urna. U kujdese për mu, urdhëron dhuratën, çka po dan? I ka thonë Rabia, po kërkoj që Allahu më mundsu me qenë shoqët në xhennet, me të shoqëruar në xhennet. I tha pejgamberi alayhis salam, a ki edhe diçka tjetër? A ki edhe një kërkesë? Open është mundësia. Byrëm. I tha, huwa dhaka ya Rasulullah. Jo, tha, që të pëdu ja Rasulullah. Që ta shke ka thonë pejgamberi? Fa'in ala dhikrika, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Tha, ndihmoje veten edhe ndihmon mu që me qenë ne bashkë në xhennet. Tash unë ty ta japa mundësin, ta bona ofertën, ti kërkove ato çka po e dën. Për me arrit unë më kon afër teje dhe ti afër meje, ndihmoje veten me arrit këtë qëllim bi kathrati sujud, me shumë sejdë. Bir sejdë shumë, fal namaz shumë. Bir sejdë shumë nuk janë këto sejdët e farzëve. Sejdët e farzëve nuk duhet me bëti, muslimani nuk diskuton për sejdët e farzëve, duhet me ranë sejdën farza jo. Por këto janë sejdët e nafileve. Rabia al-Aslami, pe shërbëtorëve të pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka pas shumë shërbëtorë, këta kanë qenë të lirë, shërbëtorë nuk kanë qenë sklever. Ky ka qenë edhe pe banorëve të Sufës. Ku shkon në xhamit pejgamberit alayhis salam, tash po flasim në kohën tonë, në shekullin tonë, kush ka qenë në xhamit pejgamberit alayhis salam, edhe kush u fal te Rauda që është kop prej kopteve të xhennetit, tash e keni parasysh pjesa vjetër e xhamit pejgamberit, nëse keni pa mihrabin, pa e zojmë në mes, në anën e majt është Rauda. Në anën e majt të Raudas, afërsisht pak më poshtë, është një farë parcele pequj, është një farë kandi që aty kanë flejt, edhe që ka qenë kandi që pejgamberi ja u kanë da banorëve të Sufës. Këta jënë konë muhajgjer pej Mekë, fukare, s'kanë pas familje, s'kanë pas kur gjo shtëpia, as kur gjo, pejgamberi një kand brenda xhamis ja u kanë da çaj apo shtëpia, aty në çaty kanë flejt, çaty krejt. Sahabët edhe muslimat ju kanë pru sadaka ushqim. Numri ty në okun 80, ndonjëherë më pak, ndonjëherë më shumë. Se ndonjëri o dek, ndonjëri o martu, ndonjëri këta janë ehlus sufe. Shtëpia tyne, vatani tyne, jeta tyne, biznisi tyne, dini tyne, ibadeti tyne okun këtë manda xhamis pejgamberit alayhis salatu wassalam. Rabia al-Aslami okun njëri prej tyne burrave. Edhe ju ka gjetë pejgamberit, ja ka sigur ujin desa ka kryer nevojën, Allah i nderoft, edhe ka marrë avdes, e tërë pejgamberi sa ka qenë prej tillë që nëse dikush ja ka bën një të mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi nuk ka leju pa e nderu e pa shpërbly. Prandaj ka thonë kërko, urna, ka thonë ja Rasulullah, po du me të shoqëru ty në xhennet. A ki edhe diçka tjetër? Ka thonë çto po du? Atëherë ka thonë edhe mua më ndihmo përballë kësaj oferte që unë ta bona, por veten a priori ndihmoje për me arrit këtë qëllim bi kathrati sujud, me shumë sejdë. Kjo lidhet me kapitullin e Imam Neveviut, përpjekja, angazhimi dhe derdhja e mundit për me fitu razin e Allahut, për mu afru të xhennetit, e tjerë, kërkon angazhim, kërkon xhihad, kërkon përpjekje, kërkon mund, djersitje. Në të kundërtën, silat Allahil ghalia, xheneti është malli i Allahut
ka kosto, malli i Allahut ka çmim të lartë, malli i Allahut nuk arrihet koti, nuk arrihet belesh, nuk arrihet me ëndra dhe me dëshira, por me mirësi dhe rahmetin e Allahut arrihet me përpjekje, me mundim dhe me angazhim.